Po ma ka, zdi, a me, rrugë, të ngryme. a e ku ngu A je rrugës. Shumë mirë që tash jam. A po t'je kështë, po ani. Po. Ej, këtu o qëllë, këtu muhabet, do me thonë se s'kam po njerës të moti edhe nas t'kemi po jetu nejtë në New York, apo? Po. Kam që 5 vjetë që jam të jetu në New York, edhe jam shumë e lumë tënë. Nice, Shumë e lumë tënë. bravo, se ka plët që ka shku dhe pak pizorit e pak pjasën e kretë, ti Loka ka shku për qef. për qef ka shku, a i ke bo letrat? Po i kom po letrat. Po, a? Nice. Unë e vetë apo, Po sa i dhe, ke mo letra. po dhe se ta njëtë kina hek me si sene, po. I kom Edhe po letrat. Santiona i ka bo ne, se gjanari pi mungën edhe një shtatë që e tha, hajde se ta blinë, për benzinit ko. Në gjëkert ajo vjonë edhe merë green cardën. Në zhënë. Duhet kry. Tyre, në emision me të kjo. Fërni Po, pak po, masini po. Gjakovës, Pak- pra fërni Po, jo. për ndryshe shumë interesant, unë e flakën nuk e kom taku kur. Era po që jem të taku, edhe pse është e Gjakovës, edhe shumë knatësi me taku. Faleminderit, Unë e të zëva, përcjellë shtërej. mati. Më shuhe gjithë që ka në zbukuru, me të kanë zunë drejtë. Mashallah. po. Faleminderit. Flak, apë nga të regon që është ndryshimi i piktuit atje, e dim që është shumë i madhë, po si këngëtare, pi Kosovës në Amerikë. Kontinent tjetër, okej. Nuk është që, do me thonë, unë e kom njës karierën në Kosovë, Shqipëri, normalisht, prej ethëve, edhe festivalet gjithmonë atje kanë qenë perspektiva ma e madhe për krejt këngëtarët edhe artistat. Mirë po i hargjova dhe në krejt kartat, kështu që e mora gjoherë shkuva New York, se perspektiva është shumë ma e madhe. Edhe vështirësi tona për para për me marrë viza dhe me shku në koncerte jashtë, ka qenë normal ma e vështirë, sidomos në kohën teme, edhe kisha dëshirë me pas një dokument amerikan që në të ardhmen me u thu e lirë. Edhe perspektiva e muzikës që e bëjon është shumë ma e madhe atje, do me thonë pop ma shumë, edhe do me thonë ku kom dash në zhvillone ma shumë është Definitivisht. Londër, Amerikë, qëto dy vena atin po. Po që edhe me muzikën shqip mirëm shumë po ashtu. Mëre, po, se të kun pojë, po të shohe atin, se edhe në karon do neja me kun bashkë New York, është i gjallë si Prishtina, do me thonë, ka lokale gjdo natë që ka muzikë. Neja, si Prishtina, bre, që shi kena në këto preview e aneksat e këto, gjdo natë, rruga B, për shemëll, në New York. Në venet shtetet tjera, s'kan muzika vish për fest flamurit. Ka ndryshu stili muzikës tash atje? Po, normal se ka shqiptar shumë edhe kërkojnë këngë shumë shqipe, edhe normal që kur jetosh shumë vjetë atje të mërmalë edhe për venin tonë, për këngët e tuja, na kena një muzikë të mrekullueshme, traditën e kemi të mrekullueshme, edhe nuk kom shku atje për me haru, për me e zhvillu edhe ma shumë. Nice. Kështu që... Sot të kem nakru të qka Shqipro, popullore në i Po, popullore. Po! Diçka ndryshe.